Shkollat e larta në të gjithë vendin kanë hapur dyert për studentët. Rreth 20.000 maturant këtë vit akademik ulen për herë të parë në auditore. Presidenti i Republikës Bajram Begaj inkurajoi pedagogët të ofrojnë arsim cilësor, ndërsa studentët i këshilloi të investojnë dijet e tyre në Shqipëri. Nga Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës, kreu i shtetit apeloi që arsimi i lartë të përshtatet me ndryshime teknologjike. Vetëm përmes një arsimimi cilësor, ju mund të bëheni jo thjesht të diplomuar, por qytetar të përgjegjshëm, profesionist të aftë dhe udhëheqës të së nesërmes. Ju nxis që në këtë udhëtim të mos e shihni dijen vetëm si një grumbull informacion, por edhe si një mjet për të ndërtuar karakterin tuaj. Në një epokë ku teknologjia afron zgjidhjet më njerëzshme, do të jetë gjithmonë njeriu me etikën, me përgjegjësinë, me shpirtin krijues dhe humanizmin e tij, ai që do të bëjë diferencën. Universitetet, sipas ministres së arsimit, përballen me sfidën e krijimit të programeve të reja të studimit. Nga Universiteti Luigjë Gurakuqi në Shkodër, ministria tha se ka ardhur koha për të rishikuar ligjin e arsimit të lartë. Dinamika dhe ritmet e zhvillimeve sociale të 15 viteve të fundit, të 20 viteve të fundit, të 30 viteve të fundit kanë diktuar dhe ndryshimet në sistemin arsimor, të cilat nuk do thotë se ndjekin detyrimisht, por edhe nxisin njëra tjetrën në mënyrë reciproke. Dhe unë sapo e bëra publike dhe kam gjithë mbështetjen edhe të Universitetit Shkodrës, mbështetje që e kam marrë dhe nga shumë rektorë të tjerë në universitet tjera për nevojën e rishikimit të kuadrit ligjor për arsimin e lartë. Rreth 60% e maturantëve që këtë vit akademik ulen për herë të parë në auditore kanë zgjedhur Universitetin e Tiranës për të ndjekur studimet e larta. Degët e teknologjisë së informacionit, shëndetit, drejtësisë dhe ekonomisë janë ato më të pëlqyera nga të rinjtë dhe këtë vit akademik. Mësuesia vjen të zgjojë pak interes, ndërkohë rritja e regjistrimeve këtë vit vjet re edhe në programet 2 vjeçare të studimit.